Ministrja e Punëve të Brendshme, Albana Koçju, ka pritur këtë të premte Komisionerin Evropian për çështjet e brendshme dhe migracionin, Magnus Brunner, në kuadër të një turi rajonal vizitash. Vizita e komisionerit dëshmon angazhimin e fortë të Bashkimit Evropian për t'i mbështetur vendet e rajonit në rrugën integruese. Ministrja Koçju theksoi se Shqipëria është e angazhuar që procesi teknik i integrimit me BE të përmbyllet në vitin 2027, duke e cilësuar këtë objektiv të arritshëm fal progresit të deritanishëm dhe bashkëpunimit të ngushtë me institucionet e BE-s. Ajo nënvizoi se arritja e këtij objektivi kërkon vijimin e reformave dhe zbatimin e plotë të standardeve europiane, veçanërisht në fushat e sigurisë, migracionit dhe sundimit të ligjit. Mëtej, ministria vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Komisionit Evropian, veçanërisht në fushat e sigurisë, migracionit dhe procesit të integrimit, si dhe riafirmoi angazhimin e plotë të Shqipërisë për përmbushjen e detyrimeve në kuadër të kapitullit 24. Në fokus të diskutimit ishte gjithashtu lufta kundër krimit të organizuar, ku identifikua intensifikimi i bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit dhe SPAK, i cili vitin që lam pas çoi në ndjekje në 107 procedimeve penale në fushat e narkotikëve, trafikut, krimeve ekonomike dhe korrupsionit, duke dhënë rezultate konkrete në goditjen e grupeve kriminale. Ajo theksoi se strategjia e re kundër krimit të organizuar 2026-2030 është në fazë finalizimi dhe pritet të forcojë parimin ndiq paran, si dhe kapacitetet për hetimin e krimit kibernetik. Në fushën e luftës kundër drogës dhe krimit financiar, Shqipëria ka miratuar 21 akte nënligjore dhe ka ngritur sistemin kombëtar të paralajmërimit të hershëm dhe observatorin kombëtar të drogave, në bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë e BE-s për drogat.